Shumë edhe njëherë jemi me një pretekst veçantë këtu, me promovimin e librit Lufta për Kosovën, që është një libër voluminoz i përgatitur në 3 vëllime prej autorëve Rasim Selmonaj dhe Agron Goshi. Njënin prej bashkëautorëve e kemi këtu prezent, tjetri është në Kosovë për arsye praktike, s'ka mujt me qenë këtu. Unë ju përshëndes juve secilin, veteranët luftës që ka këtu, familjet dëshmorëve, pjesëtarë të mërgatës që keni qenë aktive në për vite, dekada dhe që keni bërë një punë të jashtëzakonshme për vendin. Faleminderit. Unë dëshiroj që t'ju përshëndes në emrin tim personal, në emrin të familjes Adrian dhe përparem Krasniqit, në emrin të familjes gjithëve dëshmorëve të Kosovës, ju si musafir Rasimin edhe Ernestin, familjen Hasan Gjeka për këtë organizim dhe gjithë bashkëdhëtarët e Heidenheimit. Unë du më nalë në 3 pika të libra e Rasimit, du me thonë kush është shkroj këtë libër, kur është shkroj këtë libër dhe për shka shkroj këtë libër. Personazhet e këtij libri i përfaqëson vetë autorit librës në tana forma. Për arsye se për shembull këtë libër ka njerëz që kanë qenë burgosur politik, veprimtar tresheve të asaj kohe. Rasimi ishte njëri prej tyre. Ka rob të luftës, Rasimi ishte njëri prej tyre. Ka ushtar të uçërkës, Rasimi ishte njëri prej tyre. Gjitha ato periudha dhe ato vujtje që populli shqiptar i ka përjetuar në korrizin e vet, autori i këtij libri i ka përjetuar në lëkurën dhe në korrizin e vet, në format ndryshme. Kur është shkruar këtë libër? Libra u shkrua 20 vjet mas lufte. Masi pushun ujnat, mas lufte u shkruan libra, me pagesë, pa pagesë, me hatër, për qef të ati edhe këti, edhe nështë ndaj herë edhe i kanë bullizu, i kanë fry, i kanë shkrua, i kanë japë edhe drejtime, caktume, të gabume. Libra shkruat 20 vjet mas luftës, ku kanë flajt ujnat, është qetësu situata, edhe e ka një realitet, qysh në praktikisht o konë gjatë asaj periudhe dhe gjatë asaj lufte, po fatbarësisht është shkrua edhe në 20 vjet mas lufte për arsye se i kanë zonë dëshmitarët e gjallë, që janë pjesë edhe autorët asaj veprimtarie të asaj lufte. Sikur t'i zhvënue edhe pak libri, një pjesë e madhe autorëve e veprimtarëve nuk ishin më konë për me intervistue dhe i dasht me i komentu të thashëm thonat e formave çka ka njëri. Për kënd është qëtë libër. Nështë libra na patëm një takim ma herët në vend tjetër, edhe njëri prej pjesëmarrësve aty në takim i blev disa libra dhe i adhuroj një ushtarit uçekës, tha merrni lexoje, tha se unë i kom përjetuar korrizin tem. Kjo libër është për gjeneratat si vinë. Një pjesë e madhe janë as jemi këtu, i kena përjetuar në korriz tanin, në format ndryshme, familje tana, vllazërit tanë, motrat, nona tana, vujtjet, shpërnguljen, e kemi përjetuar të tonë korriz tanin. Libra e ka rëndësinë edhe vlerën e vet mas 20 vjetëve. Kur na nuk kemi kjo libër ka më konë një arhiv i vërtet, për njerëzit që duhen me studiu luftën, për njerëzit që duhen me gjurmu për luftën, kjo ka më konë një arhiv edhe një bazë shumë e fuqishme për luftën. Edhe mi gjitha kjo i përfshin gjitha intervistat e pjesëmarrësve që janë konë vetë autorët e asaj lufte. Unë dëshiroj ju përgëzu për këtë organizim kaq madhështor në këtë komunitet. Faleminderit gjithëve, posaçërisht familjes Hasan Gjeka,
domthonë për gjitha këto kontribute. Faleminderit shumë. Përshëndes të gjithëve, të nderuar bashkëdhetar, miq të nderuar. Du me falenderu një kuqirin e këtij takimi, Ramiz Hasan Gjekaj, i cili bashkë me juve, me shumë tjerë, jo vetëm të kaluamën që keni kontribu si mërgat, por shini që po del një brez e dytë e i tretë, që me të vërtet po jemi krenar me sukseset në gjitha fushat që jupi arrini e që përfaqësoni imazhin më të mirë të mundshëm të Kosovës, domethënë për vendet sidomos to perëndimore. Ramiz, të rrit nejra, faleminderit shumë që na ke mundësuar me qenë sot bashkë, edhe shpresoj që me u taku prap për botimet librave dhe për suksese quja e shqiptare ka të qenë. Faleminderit shumë e nejra. Unë do të flasë sot më shumë për pjesën tonë. Do thotë qytetin këtu të njoftoj edhe këta mësuesit që kanë ardhur sot, për atë se ku gjenden, në cilin mes gjenden, edhe me kënd kanë si e kanë gjetë këtë vendin këtu. Unë kom deklaru edhe në tubimin e fundit, ku ishëm me Ilirin, të miku Ilirit, që motori i gjithë kësajna, këti tubimi, tha edhe Dervishi pak përpara, është Ilir Krasniqi. Do thotë veprimtaria e vllaut të dëshmorit së bashku me Ramiz Hasan Gjekajn, që për neve këtu në Heidenheim dhe rrethin është një ndër ata timonierët si në aspektin human, si në aspektin e veprimtarisë për çështjen kombëtare, po edhe çështjeve ndihmave të ndryshme sociale, ekonomike e tjera. I falenderoj gjithë bashkëdhetarët e mi, shokët e mi, miqtë e mi, që jenë prezent sot këtu, po ashtu edhe juve, i nderuari kryetar, po e mësuar ashtu të thonë Rasim, që thashtu edhe Ernestin, që e keni marrë këtë iniciativë. Unë thash gjatë disa bisedave që i pata me ty edhe për jashtë, jam tip që ashtu që me po me mblivdu dikush e kom prej natyre që ujë gjallë bona. Edhe ti pare, kur nise me në u falenderu për këtë organizim që e kemi bon, ishim, po i foli një dy fjallë, ishim herën e fundit të miku i Lirit aty, edhe ish një ushtari u qekes, kontribut shumë i madhë nga një nuha, edhe me foli disa fjallë aty edhe po na tregon që kontributin e tina që e dim, kom dëgju prej Lirit personalisht sekund jo, po kom dëgju prej Lirit për kontributin e tina, po shqyqyr Zoti i kanë punë financiarisht mirë, edhe kontributi tina mas lufte. Edhe gjitha ato që ka bon, thëjke, po mdoke që sen s'kom bo për atë vend. Edhe kur e kështu shohë në vetën, më hithke me hinë në tavolin, a rrijet ballë për ballë me këtë njeri, kur a i ka kontribu, më thonë, tash që ka kontribu është ku në front, jetën e ka rreziku, edhe i thëj ka të fjallë që, do më thonë, edhe mas lufte, së nalë kur t'ju një mund njerëzve durtarëve tu që kesh, ku e ditë prezent të shokë që ishim, e mu duk ty, për këtë çështje kombëtare, mu duk pak shumë me në u falenderu neve, për çështje patriotike, ti e ki derën qelun, në çdo kohë këtu të na, kur të vesh, kur të dush, kësi organizimi, ton këta burra, vinë mas, i ki mas teje, edhe njëherë një falenderim shumë i madh për ty, që e ki morë këtë iniciativë, që ja u kilon brezave tonë, fëmijëve tonë, që me të vërtetë ta lexojnë edhe ta kuptojnë çysh ka qenë lufta për Kosovën, kështu gjithë stafit tënë një falenderim shumë i madh.